Bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Falënderojmë Allahun e madhruar dhe bim salavat mbi pejgamberin e bekuar sallallahu alaihi wasallam dhe mbi shokët e tij dhe mbi të gjithë ata musliman të cilët e ndjekun dhe pasojnë rrugën e tyre, atyre burrave të mëdhenj deri në ditën e gjykimit. Pastaj të nderuar vëllezër dhe motra musliman, kudo që jeni. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mirë se erdhët në emisionin e radhës në sofrën e iftarit. Mirë se erdhët ju të cilët e doni Allahun, të cilët e doni njëri tjetrin dhe të cilëve ju dua edhe unë. I dëshmoj Allahut se këtë musliman t'i du. Edhe se me këtë dashuri afrohem dhe ngritem të Zoti, e adhuroj Allahun. Ne me dashuri vllazërore ngritemi të Zoti lart. Tebareke ve Teala. Zaten njëra prej veçorive specifikave të kësaj feje të madhe është dashuria mes muslimanëve, mes ummetit islam, mes vëllezërve dhe motrave. Dashuri kjo nëpërmjet të cilës jo vetëm që krijojmë një unitet, krijojmë një ummet, një shoqëri, siç ka thënë Allahu, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun. Ju jeni një ummet. E që pejgamberi ka përshkruar kal jasadul wahid, si një trup. Wa ana rabbukum, e unë jam Zoti juaj, pa thot Allahu, fa'budun, e mua me adhuroni. Ne jem një ummet, dhe kem një Zot, kem një din, kem një Kur'an, kem një pejgamber, alayhi salatu wassalam. Me këtë dashuri e fitojmë dashurinë e Zotit, Tebareke ve Teala. Me dashurinë vllazërore, me dashurinë shoqërore, të miqve, të shokëve, të akrabave të tjerë, të vëllezërve të motra musliman, ne fitojmë dashurinë e Allahut. Ja se çka na mëson pejgamberi i Zotit sallallahu alaihi wasallam. Ai është mësuesi më i mirë. E atë ka mësuar Allahu, ai po na mëson neve. Pra mësimi pejgamberit është mësimi i Allahut nëpërmjet pejgamberit alayhi salatu wassalam, sepse pejgamberët e Allahut janë ambasadorët e Zotit në tokë tina, të cilët i përcjellin mesazhet e Zotit prej lart poshtë në tokë të njerëzit. Pejgamberi alayhi salatu wassalam na tregon se njëherë një njeri musliman, kohë të lashta, e musliman ka pas gjithë, kur bota pa musliman nuk ka met. Kur, hiç kur. Prej Hazreti Ademit, njerit parë, deri te unë sot dhe te ti, bota, toka, Zotit, ky njerëzim nuk ka mbet pa musliman. E pastaj, sa o trash feja, sa o të hallu, është mesele tjetër, sepse nga njëherë një me o trash feja, për nga njëherë është hallu feja shumë, la ilaha illallah, kështu Zoti ka dashur. Tebareke ve Teala. Të gjithë e dim se në kohën e Ibrahimit alayhi salam feja të hallu shumë. Në krejt dynjan, një njeri musliman, Ibrahimi, s'ka tjetër musliman botë. Pastaj gruaja e tij Sara, 2. Pastaj Luti, djali Migjes, djali vllaut e afërmit tina, do kanë thonë, e ka vllaut do të Migjes, se do të qoftë familjes tina, 3. S'ka musliman. Pastaj janë shtu. Këtë pejgamberit, sallallahu alaihi wasallam, para se marrë pejgamberi, individ saktuar, që kanë betur në rrugën e Zotit, pejtë e krishterëve dhe qifutëve. Kështu është me hadith, la ilaha illallah. Erdhi pejgamberi i Zotit, dhe 2-3 vet, 3-4 vet, 5, 6, pak, feja hall, sa do trash feja. Zotit din, ashtu të hallohet pak, pra. Pejgamberi i Zotit na tregon se një kohë herët një njeri musliman
i bjen men njëherë për një vëlla të vetin, jo vëlla për nane për babe, për vëlla në din, vëlla musliman, për një shok, që e ka dikon larg, e mërmale për te, edhe niset me shku me pa. Niset me shku me pa. Si ka qenë tek ne të shqiptarët, ka qenë tradit. Me shku shoki të shoki, dosti të dosti, edhe me najt një ditë, 2 ditë, 3 ditë, më knaqë. Më qmalë, la ilaha illallah. Kënë qef që përshkan të shoku i vetë, o lodhë, rruga e gjatë, vapë, por malin me pa shokin e vetë, dashëria për Allah që dënë për i zetë Zotit, pjallet të në udhen. Të shku udhes, Allah i madhruar, e a qej një melaqe në formë të insanit, formë të njerit. Dhe për përshëndit, selam aleikum, aleikum selam. Për vetë si o burra e mire, ka jetë e kje, këpë e kalëzan. Pas të e pje bëni pytje, a bëmet vetë ku përshkan? Ta valla përshken filan katoni që t'je largë. A kena i bërq me marë atje, me dhana, ke diçka na interesa na i... Jo, valla, tha sen s'kam, po e kam atje një jaran temin. E kam një dëst që e du shumë për Allah. E për i zetë Zotit, veç për hirtë Allahot, po du me shku me pa. Kë burri tha, a je i sigur që veç për hirtë Allahot për i zetë Zotit nuk i tjetër interes? Tha, po jemi sigur, ty bën pa që interes tjetër, veç për hirtë Allahot, po du me shku me pa, se më ka marrë malli, me nejtë me një kohë më këthy. Tha, atëherë pra, mas është ashtu, ta shumë pa ta të regajti një sekret. Që po më të regon ti mu? Tha, unë jem në formë njerit, ama nuk jem njeri. Unë jem me lache. Unë jem me lache. Unë më ka dërgu Zoti prej qiellit poshtë, me të dhanë ty myshde, me të përgëzu, se qysh po e dënë ti, qatë vlaun tënë për hirtë Zotit, Allahu po e dënë ty. Dhe është duk me lache, është duk e njeri, është duk. Këmet, la ilaha illallah. Një me, ja letej Zotit rrugën. Ta një muke, pa dënë me shku atje si të fluturu, pa një lodhin heq. A shef, për hatër, që e dënë për i zetë Zotit, për hatër dashuriz lazërore, për hatër ziaretit, që përshka në bëjë ziaret me vizitu, Allahu i aqaj një melaqe në formë njerit, edhe i tha se une jam melaqe Zotit dhe Allahu për dënë ty, qysh për dënë ty atë përsen. Po vlazit e mi, ziareti me zvlaznive se vapi manë. Mos preteni me vizitue vlla o vlla unë. Shoku, shoku, miku, miku. Hadith tjetër ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thonë Allahu azza wa jall, wajabat mahabbati lil mutahabbin fiyya. Është bërë obligim, Zoti ka bërë vetë obligim me i dasht ata që duhen me zveti për hatër të Allahut. Wal mutajalisin fije, edhe ata që rrinë bashkë për hatër të Allahut për zetë Zotit. Wal mutazavirin fije, edhe ata që bohen ziaret për hatër të Allahut. Wal mutabadhilin fije, dhe ata që japin janë tjetërit për hatër të Allahut azza wa jall. Tonë këta i dënë i madhi Allah të bareke wa ta'ala. E pastaj, kër i dënë Allahu rëb të vetë, për hatër se dojnë janë i tjetërin, për i të mirave të më dha që i kanë këta njerës, këta musliman, është se në ditën e kiametit, Allahu i fut në hijen e arshit fronit vetë. Ku atë ditë nuk ka hije për pos hijes të madhit Allah azza wa jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një hadith të vërtetë që transmeton Ebu Hurajra thotë: 7 lloje njerëzish
Allah I madhruar në ditën e gjykimit I fut në hijen e arshit fronit të tij, atë ditë madhe ku nuk ka hije tjetër pas hijes të Allahut Azza wa Jall, atë ditë kur vapa është shumë e lartë, e madhe temperatura shumë e lartë, atë ditë ku njerëzit janë siklet madh ditën e kiametit, e sikleti kiametit është shumë I madh, la ilaha illa Allah. Allahu na lehtësoft atë ditë madhe, ja Rabbel Alamin, e prej personave, llojeve të njerëzve të cilët do të jenë të qetë, të lumtur, stabil, ditën e kiametit, bile nuk do t'i kap fare temperatura e lartë e asaj dite, dielli fort në ditë, e asaj dite janë edhe dy persona, dy veta që janë dashur për hir të Allahut. Hadithe po thotë kështu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, 7 lloje njerëzish, personash, Allahu I fut në hijen e arshit fronit të vet, në mesin e tyre, wa rajulani tahabba fillah ijtama alayhi wa tafarraqa alayhi, dhe dy lloje njerëzish, dy persona, dy individ, të cilët janë dashur për hatër të Allahut Azza wa Jall. Po edhe kur janë nda për hatër të Allahut, fjala është për qëllim, I ka bashku dashuria për Allah, jenë njeftu për Allah, jetojnë për Allah, sa të jetojnë bashkë, vazhdon dashuria tyne për izet Zotit. E kur të ndonë kaderi Allahut njani vdes, apo shkon dikun larg, apo nuk shifen mo, me gjithë ndohen, I donë kaderi Allahut, por dhe në momentin e fundit e dojnë njani tjetërin. E shepsa e shëhajrin, vlazni Allah këtë për hir të Allahut. Edhe në ditë kiamet, bilet ja sheh ma shumë. E jo që edhe në këtë dynja njeriu që ka shok e vllazën e miq është më I fortë se ai që vetën. Për atë arsye është që ala urt popullore trimi I mirë me shok shumë. E jo me shok të ladh, po me shok që I ka tamam që duhen për izet Zotit, e jep jetën njani për tjetrin, e jep pasuri njani për tjetrin, e jep krejt çka ka njani për tjetrin. Çaj është trimi mirë, çaj është trimi fort, çaj është burr I madh. Çaj njeriu burr I madh, I pasën. Çaj është pasuni. Nuk ka pasuni me pas gjepat për të para. E mos me pas një njeri në këtë dunja që ja çan hallë dhe dertin me te. Që ja tregon sekretet e tua dhe kërkon prej tij në këshill dhe ndihmë dhe nuk dëshon sinqeritetin e tij. Për atë arsye për obligimeve që kemi ndaj njerëzve, pastaj ndaj muslimanëve, ndaj vëllavët tan, është kur ti më këshillon ne. Kur ka nevojë ndihmon ne, I gjindesh. E këqyrë me bëzqeshje, ta kanë, jo më ralt, janë bëllën marët, të meta që ka, sekretet e ti janë banë më sheft, të ka besua e ty, të ka besua, që të sekreta në të ka të regu për ata e banë më sheft, edhe kështu më radhë. Për ata të dashurit e mi, të të pasë edhe kujdes, kënë për zhjith njëri ju shak. Nanën e babën nuk më nëshme I zhjith, vëllën dhe motër nuk më nëshme I zhjith, ka një razë grunë së në zhjith, dhe vjen që ashtu të ta qëllë Zotë, ti kopshin falë. Por shok më në zhjith. Për ta pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka të regu që shok kër zhjith në zhjith në shok të mirë, dhe ka thonë alaihi salatu wasalam, la të sahib, illa salihan, wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Mas më nahu, përpiqo, mas me shoqëru, mas me bosh shaq vetëm njerin e mirë. Pra me qenë me din, me qenë me ahlak, I sjell shumë, me pas moral e karakter. Dhe mas të hanë ushqimin tënë, wala ya'kul ta'amaka illa taqi, mas të hanë ushqimin tënë, vetëm ai I cili është I devotshëm. Pra, mos e shoqëro me harama, sa të mundesh, me harama së shoqëro me njerëz të mirë, me njerëz besimtar, me njerëz që kanë moral. Pastaj me njerëz të mëshëm, se me ahmakat marrin qaf ata. Ahmak jasë për dënja, as për ahiret. Ty shë bë njeri të shak ahmakin, I të menqur, I urt, I sinqert. Njeri I cili ka frikë Allahun, I cili e synon xhenetin, I cili e dën xhenetin. Allahu na bëj për atyre që kanë shumë shok të mirë, edhe unë mundohem gjatë gjithë jetës sime të nxësë të inkurajoj djemë dhe vajzat, vëllezër dhe motrat, që të kapën për këtë parimi shumë. Njëherë është parimi për gjithë shumë.
unitetit mes muslimanëve. Por mbrana këtij unitetit muslimanëve me dash bile disa prej muslimanëve me dashuri të veçantë. Në mënyrë që me fitu këtë sevap të madh, këtë shpërblim të madh. Pra, i ke 20 shok, ose ti motër i ke 20 shoqe, 30 e 50, për 1, 2, 3, 5 për tyne, i ke të veçanta. I ke të veçanta. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kur gjithë keq këtu, ai dërguar i Zotit, këtë sahabët e ka dashur. Ka ndonjë shok vetën se ka dashur. Tani ka dashur, ama jo se Abu Bekrin. Jo se Abu Bekrin, asnjë hiç. Edhe jo si Omerin, edhe jo si Aliun, edhe jo si Osmanin, edhe jo si Muadhin, edhe jo si Abu Dharrin. Për të atë madhët ja madhin ju hibbuke, o madhën ty du shumë, alayhi salatu wassalam. Allah në bë për atyre që kanë shokë, vllazën e motra, e duhet me zveti. Në bë për atyre të cilët me këtë dashuri fitojnë dashurinë Allahut. Dhe me këtë dashuri vllazërore e fitojnë rahmetin e Zotit, ditën e kiametit. E në bën Allah për atyre 7 grupeve të lumtura, që do të jenë në hinë arshet Allahut ditën e kiametit. Ja Rabbel Alamin. E në bën për atyre që vizitohen edhe në xhenet, kënaqen e shifen edhe në xhenet, shoqërohen edhe në xhenet, që kanë qenë shokë dhe me që këtë dunja. Allahumma amin, o Zot, Allah na boft haram xhehenamin. Ja Rabbel Alamin. Na boft haram dhe në largoft, e na iritoft, e na gërdit, çdo punë të keqe, e cila na çon në xhenem. Dhe na zbukuroft, e na hieshoft, çdo punë të mirë, e cila na çon për xhenem. Allahumma amin. Walhamdulillahi Rabbil alamin. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.